Nuk më dole video live, dhe të them kështu. Më kanë thërë 10 herë qafën, po e nisë kështu. Dhe sot pas kam shkuar pikërisht atje ku më kanë thërë qafën, në shtëpinë që duket si shtëpi shqiptarësh, sepse dikush më tha që duhet vësh hekura si të shqiptarët. Mjaft i bërë si të huajt, një shqiptar. Dhe bëri atë ndërtesë, e fusin atje dhe kanë vrarë para 50 vitesh, po 2 muaj që tha Alketa më kanë torturuar atje, jo në Shijake, pas kanë torturuar në liçenin e Farkës, në një shtëpi, një katëshe, jo shumë e bukur. Sa po ishte ndërtuar, po jo e mirë arreduar. Aty është vrarë Alketa 2 muaj rresht, ndoshta dhe 4 muaj, ndoshta dhe 6 muaj. Ndoshta dhe 2 vitet që ishte këngëtar, çoj si e droguar atje dhe vinte atje. Derisa e shkurtuan se ta zotronin vajzën, e bën trup vogël. Adi e theu me fytyrën sikur e ndryshoi, faktikisht e çoi fytyrën rumbullake siç e kishte, jo të gjatë. Po Adi ndryshoi pamjen se dashuroi Alketën, Gjoja e dashuroi, thjesht donte të humbte gjurmët. Nuk e di pse. Donte të rinte çik me Alketën. E ktheu të shkurtër dhe doli fytyra e rumbullake të shkurtër, e ktheu duri, duke thënë Allahu që a do e shkurtosh si të kam shkurtuar ty. Ndoshta më mbas, pasi ja bërë fytyrën rumbullake. Se di ama. Dhe duri kështu kam shkurtuar, ka pasaj qenë i gjatë duri, ka zvogluar Zoti. Dhe ai tani më mban më zvoglon, si që jam shkurtuar, më thotë do shkurtohesh ti, aq deshi vetëm një herë nga Allahu. Dhe u shkurtua Alketa dhe fytyra ishte rumbullakët nga Adi që i çoi në atë nënën e saj. Por u vra e çonin 2 muaj atje, mbasi mbaroi si këngëtare. Pra, ndryshoi formën e fytyrës, mbasi nuk e lanë më si këngëtare. Dhe thuhet, nuk e di, 1 vit a 2 vjet e kanë keq trajtuar në Shqipëri. Pikërisht në atë shtëpi që është keq trajtuar Alketa, në 2 shtëpijat janë dhe paralel, pra nga ana majt djathtë janë 2 shtëpia, njëra e djathta që e pam dhe me ana majt është shtëpia tjetër. Vetëm ato shtëpia është keq trajtuar në Fark Alketa, sepse është në pyll, në kodër, nuk kuptonte askush, jo në lagjen e Shijakut ku njihej. Atëherë është marrë dje dhe është thërur 10 herë komplet qafa. 10 herë komplet qafa. Alketa është prerë nga qafa 10 herë. Është lënë gjysmore sa herë që pritej. Është frumuar. Të 10 herë ka ndodhur çuditëra. Nuk e di çfarë çuditërash janë që ndaluan së thërur Alketën dhe e lanë fuqinë. Fuqia i tha: a do të shoh më djalë ti që po më vret qafën, po më qeth qafën. Sa i bukur je. Këto janë budalliqet e durit, se besoj të thënë gjë fuqia, nejse. Nuk e di pse mbas 10 herësh nuk u there më fuqi. S'ka që duhet më thotë. Pra është thërur 10 herë të liçeni i Farkës, pikërisht sot vajta të liçeni i Farkës, nuk e di pse më çoi Zoti andej, ose mendja ime andej. Dhe pa shtëpia të Alketa Mugës, nuk kam patur memorinë, kështu që me memorinë njofta gjithë shtëpiat e mia në Aprin, nuk e dija. Vetëm më pëlqenin shumë në Kodër ku janë varrezat, po nga ana e djathtë janë vila 40. Nuk e di sa vila janë, po është pjesë që duket gjithë Tirana. Dhe unë jam futur dhe më ka pëlqyer një hyrje, pikërisht aty ku ndejta me Aplen, doja të kisha shpinë këtu, i thash Aples të shikoj gjithë pamjen. Ose në katë parë, ose në katë katërt. Më tërheq shumë ky vend këtu. Janë vilat shumë bukura, më tërheq shumë pamja e vilës, ose komoditeti, pozicioni, ose ndërtimi, projekti, çdo gjë më tërhoqi shumë. Nga gjithë vendet do më pëlqente këtu. Normal që edhe në Fark, afër liçenit, në Fark, domethënë afër liçenit të Farkës, normal që edhe atje, po më tërheq shumë komoditeti tek këto vilat, shumë bukur. Nuk e dije që ato janë të vjetra dhe i ka bërë Alketa Muka.
Alketa Muka thot që i kam ndërtuar unë. Nuk jam bërë tani. Sepse janë hekurat e Amerikës Latine. Vërtetohet nga hekurat e Amerikës Latine që janë të atëhershme. I ka sjellë Alketa Muka. Kështu thot vajza. Dhe varresat janë të fuqive pavarësisht se kanë bërë emra. Thuhet që janë fuqive ose kanë vendosur varret e të lagjes, nuk e di. Më vonë. Se ishin vetëm tokë, më duket. Se di sakt. Po, vdisin nga në aparaturat e Zotit. Dhe i verosa nuk qorshin më. Sigurisht fuqit, jo, njerëzit e fuqive, njerëzit shu, fetarët. Fetarët më shu. Nuk dhe besoj. Okej, s'ka rëndësi. Jezui ka dashur të ndjek duri i Apleta Alketën që të ishte i lirë. Dhe mendonte që do linte Alketën shijak me durin Apletën. Dhe një strategji ka bërë Aple, një strategji Jezui. Po, strategjia e Aples ishte që i tha Jezuit të kesh gjithë pronë aty në emrin tënd se ti e burri i Alketës. Dhe merja gjithë dorëzimet të Druvarit apo të Jurgenit, merri ti se janë të tuat. Ai frymëzohet nga Aple përsëri, vret Alketën me frymëzimin e parë nga Aple. Strategjia e dytë ishte kjo frymëzimi që të merrte të gjithë dhe Jurgeni dhe Infiniti çdo gjë ta bënte për vete. Dhe Jezui flet që të gjitha janë të mia sepse ishte gruaja ime, ndërkohë që unë s'isha gruaja asnjërit. Por nga qëria me Jezuin, me sa duket i kishte dalë nami që isha gruaja e Jezuit. Se nuk isha. Thjesht ka qenë ndarje. Është ndarë, ka qenë një herë, por është ndarë apo jo? Po thuhet. Atëherë, këtë strategji e përdori Aple për Jezuin, sepse donte që të çonte në spital çmenduri Jezuin dhe të merrte gjithë pasuritë pa dorëzime, të ngeleshin te Jezui, duke ditur që kishte firmë Jezui bashkë me Alketën, në pasuritë e Alketës. Atëherë, në momentin që e thot këtë, e quajnë të çmendur duri Apleta dhe e çon në spitalin për 12 vite. Po angelet fuqia në spitale zëvendësohet me këngëtarin amerikan që është ndjekur shumë nga duri Apleta dhe kanë torturuar shumë fuqin këngëtar, që ngjan shumë me fuqin Jezu. Jezui është fuqi që ikën dhe e lën këngëtarin. Përshtatet këngëtarin për spitale që godit dhe vritet gjoja deshi vet. Jo, s'besoj, të zonte vet. Jezui natën rrinte në përpyje. Pasi duri Apleta me kërcënime i kanë marrë me firmë gjithë dorëzimet që i mori Jezui, po ka arritur t'i marrë gjitha dhe Jurgenit e gjithve. Dhe i ka marrë Jezui. Në momentin që ka marrë Jezui, ai ka quajtur të smur mendor dhe ka ndihmuar durin që mos ketë asnjë dorëzim. Nuk e di, është e vërtet kjo që nuk ka asnjë dorëzim më asnjë? Nëse mora këto të dhëna që Jezui donte të gjitha për vete, nuk e di se është e vërtet. Janë elfët e liçenit Farkës. Këto janë dhënat e elfëve të liçenit Farkës. Nëse ka bërë këtë, i bie që ka hequr gjithë dorëzimet. Po prap përgjigje s'kan qenë. Pavarësisht se s'kan qenë pronar, dorëzim quhet pronari i asaj, objekti. Punojës s'kan qenë, nuk i ka hequr durit, atë doj. Kështu që nuk e di të vërtetën nëse ai ka hequr duri, por me strategjitë e tij duri ka dashur të heqë gjithë fuqitë, i ka hequr sipas mënyrës vetë se ka qenë me ta. Jezui ka dashur të heqë durin në Apletën, i ka lënë dorë të shyen vetëm Alketa Mukën në shijak. Dhe i ka thënë ty duri po t'jap tot shijakut shtëpi, miru pafshim, lam të mirë, nuk do rish më me mua, meru me Alketën. Dhe Jezui ka bërë sikur ka ikur dhe ka ndetur nëpër kodrat në shtëpitë vilat e Alketa Mukës dhe gjoja nuk e pa duri që është skizofreni ndjekës në çdo cep dhe kështu kanë luajtur si masja me miun, janë vrarë shumë nga duri.
Po i kanë ndjekur, ai tha lam të mirë, Jezu i merru Malketën se donte të hiqte skizofrenin nga vetja, meqense futi dot në umner se Aleta ishte ende gjallë. Dhe kështu Jezu i na shkriu. Po, Emi. Dhe sot po përsërit një të ngjarje. Dje ishim te kasapi. Brëm.